ndryshe në Top Albania Radio. O zot, ne më shumë qeshim offline se sa Po pra, se shkruaj në Instagram, sa shumë qeshin juve, qeshim ne, mos qesh ju. Pse me po qesha unë. Po unë e bëj këtë punë si mos qesh vetë. Kur po çon gëtova vet, kush do argëtohet? Kur nxjerr kolegu Perla nga goja si Barsaleta me stadiumin, besa me qëra fjala. Stadiumet. Shumë këngëtar, koncerte brenda Shqipërisë jashtë, i keti ndërmend, kjo është një pyetje me nivel. Po patjetër, por dua që të nxjerr edhe këto albume që kam në mend për këtë vit dhe pastaj dua të fokusohem që të realizoj një gjë të madhe. I ke ndjekur koncertet e kolegëve? I kam parë, jo nuk mund të them që i kam ndjekur të gjitha duke shkuar tek këto koncerte, por kam parë pjesë të ndryshme, koncerte Elvanës, koncerte Albanit, koncerte Dafinës, të Tajnës, që bëri tani promovimin e albumit të ri. Edhe të mos harroj kolegë se nuk i ngel hakli një jetë të mërziten, por kanë bërë i përgëzoj, është iniciativë mrekullueshme dhe është një mënyrë shumë e mirë edhe për ta, edhe për të promovuar vetveten, por edhe për të monetizuar muzikën e tyre, pa që nevoja thjesht të përdorin skenat e të tjerëve. Okej, shumë mirë. Çfarë të ngren nervat, ka shkruar Salsano këtu, nga tregu i sot të muzikor? Mediokriteti. Mediokriteti artistik pas. Po, artistik, patjetër sa ne asnjë nga ne nuk i njohim. Në sensin jo absolutisht, do të thënë dhe jo të gjithë, patjetër, por mua më shumë më bezdis mediokriteti si zgjedhje. Pra, të zgjedhim të jemi safe dhe brenda kësaj gjës që duket se po funksionon dhe pastaj shtym njëri tjetrin sepse secili investon të duket ajo gjë që po bën shumë sukses dhe të tjerë i tërheqim tek vetja pastaj për të shumuar këtë. Për shembull, e thua ti me mendjen tënde që kur u bë dhe ky që s'ka kënduar kur live ose kjo që s'ka kënduar kur live, mos ngel njëri në kom. Ato e themi gjithë. O zot, kur këndon. Pse ti nuk e thua kur prezanton dhe ky ose kjo? Nuk e them kështu, po të them drejtën, ka raste që janë kështu. Po pse, ç'i duhet? Pse është e nevojshme kjo gjë? Kjo gjë, po. Do marri veten qaf. Të mjafton kënga për të jetuar mirë apo babi vazhdon të investojë me ty? Jo, unë punoj, përveç se këngës, unë merrem me marketingun e Abisnetit dhe bëj dhe reklama gjëra të tjera, por Ua që keni Abisnetin po. Po. Jo, merrem me reklama, jam creative director, të lutem. Sepse jam njëri kreativ, jo vetëm në muzikë. Ti je shefja e marketingut të Abisnetit? Jam creative director, domethënë bëj reklamat. Sa po e bëre? Faleminderit, vazhdo. Edhe po përveç kësaj do na marrin të dyve për të bërë reklamën. Imazhe. Fakt nuk është ide e keqe, është ide shumë e mirë. Por që muzika, sidomos thash, këto platformat digjitale, dyqane digital, që janë Spotify, Apple Music, Tidal, Amazon e tjerë, këto paguajnë për muzikën dhe janë të ardhura të cilat nuk janë të mjaftueshme për të bërë ndonjë jetë jashtëzakonshme, por në një farë mënyrë sustenojnë të paktën veten e tyre. Keti një plan biznesi që me këtë album dua të fitoj kaq lek, dua të fitoj aq lek, ja, ka thënë Tedi ka thënë që me këtë album ti nuk fiton as lek, kështu gjëra është po. Me këtë album na çove grop moj. Tedi është menaxher. Atje ka një Tedi në Eurovision që ta dish. Menaxheri. Jo, në fakt ai ka thënë që sepse është e vërtetë, unë kam ditur që është një lloj muzike dhe një lloj zhanri që jo domosdoshmërisht do bëj namin, kuptimin box office financiar në para. Por për mua thash ishte një gjë e domosdoshme dhe nevojshme për ta bërë, për të lënë diçka sepse unë në këtë pikë që jam të muzikës kam dëshirë të bëj disa projekte të cilat i kam pas në mend për t'i bërë dhe për një arsye, për një tjetër. Shty tani mungesa e monetizimit të atyre më kanë mbetur si thua pendi. Në stand-by, po. Po, dhe për shembull, dhe një album tjetër që dua të bëj këtë vit ndoshta në fund të vitit, është një album me nota etnike shqiptare. Dhe ajo është një gjë që unë nuk e di nëse do më sjelli diçka në vetvete ose jo, por për atë album unë si thua kam rrit. Kam rrit lek sepse kam dash gjithmonë që të le diçka edhe për vendin tim me notat e vendit tim. Me tinguit e. Dhe pastaj shumë e bukur. Dua të lë diçka që pas 10 vjetësh dikush e dëgjon dhe thot, "Okej, kjo gjë është e bukur edhe sot." Po. Si nga që nuk
nuk të nevojiten me këto performancat live nëpër pube, se dikur ke Nëpër klabe, nëpër skena. Edhe tani mund t'i bëj këto që janë to më të mëdhat, po themi ose më të rëndësishmet, mund t'i bëj më fal, ishte pyetja që pse nuk po i bëj aq shpesh? Po. Pse nuk bën më live? Jo, bëj live, do të thënë kam bërë diku te 3-4 këtë pranver. Okay. Por ndoshta ti Salsano nuk je shumë pjesë e jetës natës së këtyre vendeve të mëdha. Kam qenë dikur, tash jam. Po tash ti. Okej, po ne kam bërë pyetje. Është faji jon. Keti besa dëshirë se pak më parë, se në fillim të programit që do realizosh një dokumentar, po ti je pjesë e një filmi, protagonista, aktore. Vdes. Kam shumë qejf dhe në fakt ma kanë bërë një ofertë për këtë gjë. Sa mirë. Por ishte një rol që nuk e shikoja veten. Ta shohësh tani çfarë roli do ketë Salsano në një film oj motor. Do thuash ai do e bëj këtë punë? Të lutem më thua. Ai që s'bën të punë. Më trego më shumë, të lutem. Në publicitet, pastaj vazhdojmë. 11-ta. Koço është tërhequr nga politika apo vazhdon tjetër? Po, jo, plotësisht. Ka shumë vite, po. Ka shumë vite. Ka shumë vite dhe në fakt i erdhi sepse sigurisht largimi i tij nga politika dhe mënyra që ata zgjodhen nuk ishte simpatike dhe ai e çoi në Strasburg dhe i erdhi para disa muajsh dhe thjesht e kishte në parim, domethënë i erdhi interpretimi i tyre që në fakt kishte qenë pa drejt ajo që. Pa drejt që ishte ndodhur, e kështu dhe po mirë më babi çka ke kërkuar ti, nuk e di, kam kërkuar 1 lek vjetë, se s'kam dashur të ndoj buxhetin e shtetit, po thjesht e kisha parimore që bën gabim dhe kaq. Po jo, ka qenë një gjë e mirë në fakt kjo gjë, them drejtën sepse është fokusuar. Po. Ka qenë një gjë e mirë se është fokusuar tek punët e veta, gjërat e veta dhe më mirë akoma. Keti ego politike për të marrë politikë në një ditë? Un kam pas një ofertë politike që në, domethënë 2013-ën, të them të drejtën. Por pastaj babi nuk më la. Apo jo? Jo, ishte në fakt ishte edhe dëshira ime që mendoja që shiko, mund ta bësh ti këtë gjë, nuk është gjëja që un jam ndoshta e duhura të paktën edhe në këtë moment. Në parim nuk mendoj se do kishte ndonjë gjë të keqe. Në praktik, në politikën se si bëhet në Shqipëri? Në vendet tonë, në Shqipëri, në rajone kështu, domethënë nuk është nuk të tërheq shumë, Jo. Ke votuar ndonjëherë kundra babit? Kundra? Pse mund të votosh kundra dikujt? Jo, flas kundra politikës si mund të babi, kundra PS-s. Tani më falni, po 2 herë kam votuar. Kur kam votuar me babin. E di më kujtuar një në Elbasan ka qenë një kandidat, po nga ata që ishin si janë këto e di shkreti, nuk e di të vota. Këto pavarurit edhe u takua në një kështu market edhe i tha njëri Zoti filan thot, më pëlqen shumë, unë për ty kam votuar, po pse gjinia thaj. Unë një vot mora vetëm time dhe as gruaja s'votoi për mua. Pas ke votu ti, po iko zotri. Edhe besa kështu 2 herë ka votuar. Imagjino çfarë tradhtie mos votoj gruaja ose burri për ty. Të merresh me shumë. Besa i do ti kafshët, shpendët. Ai sa i duan gjithë shqiptarët në këtë moment. Unë jam e lumtur që dhe shqiptarët kanë ndërgjegjësim për natyrën dhe për kafshët dhe për ambientin dhe për përgjegjshmërinë për të vlerësuar se çfarë ti kesh duhet të kenë zhvillimet që ne bëjmë në raport me natyrën dhe ambientin, sepse në fakt ka një gjelona që natyra nuk kthehet pasi bën ndryshime të rëndësishme. Kështu që në këtë aspekt unë e kam pasur edhe përpara se sa këtë ndërgjegjësim. Po nëse unë do të jepja një qen, një flamingo dhe një mace, këto zgjidhje? Të tre. Të tre? Po. Po këtë doje më shumë nga këto. Po nuk e di tash sa tendencioze që bën ti. Jo, shiko, unë për shembull un kam 3 mace në shtëpi dhe kam 6 qen që i kam mbledh nga rrugët e Shqipërisë. 3 mace dhe 6 qen. Dhe qen nuk i mbaj dot në shtëpi se janë qen të mëdhenj, janë gjitha format dhe prerjet, edhe i kam në një pronë tjetër dhe domethënë unë mbaj me bukë këta gjë. Po ti qenge me 8 kalamaj, me 9 kalamaj. Shumë, familje e madhe. Besa Kokdhima, pyetja e fundit, se jemi në fund. A je e lumtur? Jam shumë e lumtur. Tash lumturi, do të thënë lumtur. Tash me që më fal Besa, që po të pres.
me që jemi ke kjo pyetja, ja je lumtur? Unë mendoj që me që Besa është e lidhur me Francën. Po. Është një filozof francez që kujtohet emri tash, që ka thënë lumturia është moment psikopatie. Po, kështu thot? Po. E tmerrshme. Jam shumë e lumtur, domethënë jam pas kam ik Lulu. Kur thua që jam e lumtur, do thotë ka një moment gjë që nuk shkon me trurin. Jo, për njerëzit përgjithësi e ka pasur. Jo, të kuptoj shumë drejt. Ta thash, është ajo gjëja që i shikon njerëzit. Është relative kjo. Po. Ti mund duket se kjo u martua dhe thotë lumturinë më të madhe s'ka sepse u martua me njërin që dua. Po. Po në fakt, në realitet është që është një gëzim që nuk është se nëse fëmijët do fillojnë probleme, thotë, po u çpata, më isha mirë. Po, të kuptoj çato. Është një miku im që thotë, sigurisht unë nuk jam dakord, por po e citoj, thotë martesa zgjidh disa probleme që po të ishe vetëm nuk do t'i kishe. Shumë bukur, shumë bukur. Gjithsesi, Besa duket e lumtur artistikisht. Jam shumë e lumtur, por do isha edhe një fije më e lumtur nëse do arrija të realizoja edhe këtë ëndër, them drejtën që të kisha një fermë dhe të jetoja në një fermë. Në fermë. Ah, sa bukur. Po. Atëre ju kështu. Sa bukur. Atëre Tedi. Dhe ti do na ftosh ne aty Jo, Tedi që bëjmë gjithë menaxhimet, hap në fermë, lumturoje Besën deri Më llafet. fal, 3 mace, 600, 9 Dy flamingo do marrë tash ti. Është shoqja ime ngushtë, që i them po ti do vish them te ferma, vetëm nëse adopton njerëz. Unë du njerëzit, çfarë janë këto kafsh? E fortë. Besa, faleminderit shumë që ishe në ndryshe. Besa, shumë faleminderit. Na kënaqe sot me një energji shumë. Edhe Besa ka qenë ndryshe nga çdo intervistë. Albumin e ka ndryshe nga çdo album tjetër. Këngët janë transmetuar gjatë emisionit, po edhe hitet e saj që na kanë shoqëruar në vitet. Uroj më të mirat, uroj një super verë edhe një bebush leporush të bukur. Faleminderit shumë zemër. Në shtator filloi puna. Jeni të jashtëzakonshëm dhe unë nuk e dija në fakt që ju dhe në realitet, imagjino pra, shiko se si bëhen presupozimet. Do të thënë, kjo energjia e mirë, se e ke parasysh ndonjëherë që energjia e mirë është e domosdoshme, patjetër mes dy kolegëve. Po ndonjëherë mund të qellojë që me kolegun ton për shembull nuk është i edhe aq e kupton dhe kjo është kaq natyrale dhe e vërtetë. Është natyrale se është edhe në punë dhe jashtë punës. Zakonisht shkojnë mirë për shembull në program edhe po ne sigurisht Elona duhet ta themi që Salsano është i adhurueshëm, është e vështirë të shkosh keq me Salsano. Of course. Kështu që ti po, kështu që dëgjoje ti që nuk beson. Besush dhe gjithë mirë. Faleminderit shumë. Faleminderit juve që na ndoqët. Javën tjetër, të martën tjetër. Avazi, ë? Avazi në orën 18 në Top Albania Radio me të tjerë emra të rëndësishëm artistë që ne birrën, çfarë? Sa shefti që? Po është pa alkool mi, Po frikot. Ju takojmë, ciao. Faleminderit Bes.